Në ditët e sotme cilësohet si një zanat i rëndom dhe pa të ardhura, por vite më parë ishte një zanat që çdo kush dëshiron të ta kishte. Profesioni i kovaçit duket se në ditët e sotme po shkon drejt zhdukjes, pasi asnjë prej të rinjve nuk kërkon ta mësojë atë, edhe pse shumë këtë lloj zanati e quajnë art. Pullum Kovaçi nga qyteti Korçës edhe mbiemrin e ka marrë nga zanati që ka trashëguar brez pas brezi, por sot Pullumbi është i vetmi dhe i fundit kovaç i familjes. E dashuronja shumë se është një profesion, mund të thuash arkitekturë. Arkitekt mund të nxjerrësh nga një mbeturinë nxjerrë një vegël. Profesionin e kemi të trashëguar prej shumë brezash. Gjithë familja jonë, gjithë fisi jonë me këtë profesion është marrën. Dhe sa të jem në gjendje për punë, them ta ushtroj këtë profesion. 60 vjeçari përpiqet të mbajë gjallë dyqanin dhe profesionin e trashëguar nga të parët në zonën e pazarit të Korçës. Por të treguar rëndësinë e këtij zanati vite më parë, Pullumbi thotë se kangjellat dhe qepinet karakteristik të Korçës janë bërë nga kovaçët e vjetër dhe sot ajo teknik vështirë se mund të arrihet. Sot nga kovaçana, punët dhe të ardhurat janë fare të pakta. Kjo është arsyeja pse fëmijët e Pullumbit nuk e vazhduan traditën familjare. Nga gjithë fisi jonë, unë jam i fundit se nuk e preferojnë me fëmija, se nuk ka vlera tash, nuk ka punë që ti përballoje. Të tjerë mendojnë se nëse shteti do të ndihmonte, ky zanat nuk do të shkonte drejt zhdukjes. Leverdia, prandaj po vjen drejt uljes. Në qoftë se do të arrijnë që ta ndihmojë shteti, këta do të ecin përpara gjendë prapë dhe mund ta dashurojë të rinjt. Pullumbi ruan me fanatizëm të gjitha mjetet me të cilat brezat të tërë kanë ushtruar zanatin e kovaçit, por sot ai ka të vështirë ta vijojë traditën, madje pranon se është i fundit kovaç i fisit që zanati i dha identitet.